Për rrjetet sociale është shfaqur një video ku shihet një grup të rinj duke vrarë një burr në Serbi. E njëjta video është postuar në rrjetin social X dhe Instagram edhe nga Nemanja Sharović, kryetari i lëvizjes Dashuri, Besim dhe Shpresë. Së bashku detajet për ngjarjen dramatike që ndodhi në Subotić, raporton Nova.rs. Ai theksoi se djemtë rrahën burrin me shkopin dhe se i riu që u sulmua ka lëndime në kokë, dorë dhe brinj të thyera. Shtoi se ende nuk dihet se çfarë gjendje ndodhet personi, gjersa fajsoi mbështetësit e presidentit serb, Aleksandar Vučić. Lagja Prozivka, 7 rrahës në mes të ditës sulmuan mizorisht një 47 vjeçar sepse ai shprehu publikisht mendimin e tij negativ për pushtetin dhe rrahësit që terrorizojnë qytetin. Dražan Lončar u transportua me ambulancë në spital me plagë të rënda trupore dhe ndodhet në gjendje kritike, shkroi Sharović. Në postim ai tregoi se në video shihet një burr me trikot kuqe duke u shtryer në tokë ndërsa djemt me kapuça dhe shkopin metalike rrahen nga prapa. Ai theksoi se personi që u sulmua është veteran i luftës, i cili në moshën 19 vjeçare gjatë shërbimit ushtarak u dërguar në luftë në Kosovë dhe pasi u kthye, të gjithë hoqën dorë prej tij. Ishte në protestat e marsit së bashku me veteranët e tjerë të luftës dhe më pas foli publikisht për ato ngjarje dhe për rrahësit në Subotica që kishin takuar. Kjo ishte shkaku që ai pritën për t'ia bërë këtë. Ky është sulmi i dytë brenda 2 muajve, por tani ai ndodhet në spitalin e Suboticës me plagë të rënda trupore, përfundoi ndër të tjera ai. Partitë politike kanë dorëzuar listat e tyre me kandidatët për deputet për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Të gjitha listat morën vëmendje derisa u komentuan figurat e reja, si te figurat e vjetra dhe për atë se çka mund të ofrojnë. E më gjërësisht për këtë temë dhe zgjedhjet e reja në një pronancim për bota sot, foli profesori Enver Bytyqi. Fillimisht, ai tha se fushata ka hyrë në një fazë të rëndësishme derisa vlerësoi se këto zgjedhje do të përcaktohen nga disa faktorë. Së pari, profesori furi theksin te programet dhe alternativat politike të subjekteve elektorale, derisa në këtë pikë tha se përparësi ka koalicioni vetëvendosje Lista Buxho. Fushata zgjedhore e Kosovës, e cila kulmon me votimet e 28 dhjetorit, ka hyrë në një fazë të rëndësishme. Të dielën subjektet politike dorëzuan listat e kandidatëve për deputet dhe me këtë i hapet rruga përgatitjes dhe fillimit të fushatës elektorale. Këto zgjedhje të parakohshme përcaktohen nga 3 faktorë. Së pari, nga programet dhe alternativat politike të subjekteve elektorale. Këto programe në këtë rast ndoshta zveniten sepse ato zhvillohen si vazhdim i zgjedhjeve të nënshkurtit të këtij viti. Në fund të fundit, ai projekt politik që patëm paraqitur në ato zgjedhje mbetet në fuqi sepse gjatë 10 muajve të pas atyre zgjedhjeve nuk ishte qeverisje të mirëfillte legjitime. Në këto kushte ndoshta nuk do të ketë ndryshime në oferta politike të subjekteve elektorale, por mund të themi se programet dhe alternativat politike pak tërheqin vëmendje dhe ndikojnë në tërheqjen e votuesve. Në këtë aspekt ka përparësi koalicioni vetëvendosjes Lëvizja Buxho Alternativa dhe Demokristianët, sepse në qeverisjen e këtij koalicioni në 4 vitet e fundit janë shpenzuar për shembull për blerjen e armëve dhe modernizimin e ushtrisë dhe policisë mbi 500 milionë euro, ndërkohë që qeverisja më parshme në këtë 4 vitet e qeverisjes së saj kishte shpenzuar për këtë qëllim vetëm 5-6 milionë euro, gati 100 herë më pak se qeveria Kurti. Ky shembull është vetëm një prej shembujve të shumt, por që tingëllon qartë për përkushtimin e qeverisjeve të fundit për sigurinë e Kosovës. Kurse Bytyqi në radhë të dytë komentoi rëndësinë e listave zgjedhore, ku tha se është me rëndësi që kandidatët të jenë të pastër nga pikpamja morale dhe politike. Në këtë pikë foli për partitë ish opozitare, ku tha se jo pak politikanë të tyre janë përfolur për abuzim me politikën. Së dyti janë listat zgjedhore, ato që tërheqin më së shumti votues. Kjo jo vetëm për shkak të njohjeve dhe rrethit që kandidatët për deputet kanë në shoqërinë e Kosovës, por edhe për shkak të reputacionit të tyre. Me rëndësi është që kandidatët të jenë të pastër nga pikpamje morale dhe politike, të mos jenë përfolur për korrupsion dhe abuzivim me politikën dhe në pushtetin, pra që këto kandidatë të njihen si njerëz të përkushtuar për forcimin e shtetit dhe mirëqenien e qytetarëve. Në këtë drejtim sërish përparësia shkon në drejtim të listës koalicionit Vetëvendosje Buxho Alternativa dhe Demokristianët, sepse në këto lista nuk gjen thuajse asnjë kandidat të përfolur për korrupsion dhe shpërdorim detyre. A janë të tilla listat e formacioneve të tjera politike të shqiptarëve në Kosovë, përkatësisht PDK, LDK, AK, do të thosha se në ato lista gjenden jo pak politikanë të përfolur për abuzim me politikën dhe pushtetin,
dhe jam i bindur se ata gjenden ato lista sepse kanë ndikim dhe imponohen lidershipit të partisë. Kjo është arsyeja pse në zgjedhjet e 9 të shkurtit, 3 partitë shqiptare të lartë përmendura morën pothuajse të njëjtin numër deputetësh sa edhe koalicioni vendosjes. AKO-ja dështoi në zgjedhjet e kaluara, pasi që mori në koalicion nismë social-demokratit Fatmir Limajt, ndërkaq Limaj në procesin e formimit të institucioneve dëshmoi se ishte dhe mbetet në politikë për interesin dhe prestigjin e tij, por jo edhe atë të Kosovës. Kjo është arsyeja pse PDK-ja nuk bashkëpunoi me nismën. Shtjellon ai. Krahas kësaj, profesori konsideron se këto zgjedhje do të tregojnë se kush ishte fajtor për dështimin e formimit të institucioneve të reja. Po ashtu në këtë rast përmendi edhe akuzat që u bën Kurtit nga kundërshtarët e tij politik e për të cilën ngriti një pyetje. Së treti, në rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, do të ndikojë gjithashtu perceptimi se kush ishte fajtori për dështimin e krijimit të institucioneve pas zgjedhjeve të nënshkurtit, sepse zgjedhësit e Kosovës janë të ndjeshëm tek kësaj, ata dinë të diferencojnë fajtorin dhe jo fajtorin, ose ndoshta edhe më shumë fajtorin nga më pak fajtorin. Stresi dhe shqetësimi që u krijua për gati 10 muaj gjatë procesit të krijimit të institucioneve ishte i madh, ndaj të qytetarit i Kosovës nuk fal, por cili mund të jetë perceptimi. Ata që janë kundër zotit Kurtit thonë se vetëvendosja ishte në pushtet, kishte numrin më të madh të deputetëve ndaj dhe kësaj partie i takonte të bënte lëshime dhe ti tërhiqte partitë e tjera në koalicionin qeverisës për të formuar qeverinë dhe institucionet e tjera të vendit. Parimisht kjo tingëllon mirë. Gjithmonë i madhi bën lëshime ndaj të voglit. Ky është rregulli, madje edhe në traditën zakonore shqiptare dhe ky rregull për mua është i artë, por a ja dhan shansin partitë e vogla partisë më të madhe të provojnë atë nëse ajo është e gatshme të bënte lëshime. Në fund, ai theksoi se të gjitha partitë opozitare bojkotuan vetëvendosjen dhe se nuk kishin gatishmëri për të bashkëpunuar në të mirë të shtetit. Madje tha se nëse do të kishte vullnet politik, do të kishin qeveri të re menjëherë.